Përballë klubit, Kenan vëren një grua bashkë me djalin e saj të vogël, i shqetësuar nga prania e tyre dhe duke kuptuar se diçka nuk shkon. Kenan i afrohet dhe i pyet se çfarë kërkojnë aty. Gruaja i shpjegon se kanë ardhur për të takuar zotin Sulejman. Ata e njohin Sulejmanin nga fshati i tyre dhe kanë ardhur me shpresën se ai mund t'i ndihmojë të gjejnë një mjek për djalin e vogël. Gjendja e tij shëndetësore është shqetësuese dhe familja nuk e di me ku të drejtohet. Kenan, duke parë vështirësinë në të cilën ndodhen, nuk i le të presin jashtë. Ai i fton brenda në resort dhe u ofron mëngjes, duke treguar edhe një herë hanën e tij të ndjeshme dhe njerëzore. Për Kenanin, ndihma nuk është vetëm me fjalë, por edhe me veprime. Më pas Kenan pyet Sulejmanin se çfarë problemi shëndetësor ka djali. Sulejmani shpjegon se i vogli ka një problem me zemrën dhe se ka nevojë për një ndërhyrje kirurgjikale. Situata bëhet edhe më e vështirë kur Sulejman tregon se mjeku që duhet të kryejë operacionin është shumë i zënë dhe për momentin nuk mund ta marrë përsipër ndërhyrjen. Përballë kësaj situate, Kenan nuk qëndron indiferent. Ai vendos të marrë përsipër të ndihmojë fëmijën dhe të ndërhyjë që operacioni i djalit të vogël të realizohet sa më shpejt. Vendimi i Kenanit mund të bëhet shpëtimi që kjo familje ka kërkuar prej kohësh. Një fëmijë i vogël ka nevojë për ndihmë urgjente, ndërsa Kenan është gati të përdorë mundësitë dhe lidhjet e tij për t'i dhënë një shans për të jetuar. Ky moment tregon edhe një herë se pas karakterit të fortë të Kenanit, fshihet një njeri me zemër të madhe, i cili nuk mund të qëndrojë indiferent përballë dhimbjes së një fëmie. Ndërsa në këtë skenë tjetër, Gulini rëfen Handanit një detaj të rëndësishëm për Kenanin. Ajo i tregon se Kenan ka një dobësi të veçantë për të dhe se sa herë që ajo ka nevojë për ndihmë, ai është gjithmonë i gatshëm të qëndrojë pranë dhe ta ndihmojë. Ky rrëfim e bën Handanin të mendohet për marrëdhënien e veçantë që ekziston mes tyre. Por Gulin nuk ndalet vetëm këtu. Ajo i tregon Handanit edhe atë që ka zbuluar gjatë një nate. Gulin kishte ndjekur Kenanin dhe kishte parë se ai kishte shkuar në një spital të rënuar, një vend që tashmë nuk funksionon më si dikur. Kenani kishte treguar Gulinit se ai vend kishte një rëndësi të madhe për të, sepse aty kishte kaluar një pjesë të fëmijërisë së tij. Pikërisht aty fshihej një histori e dhimbshme nga kaluara e Kenanit, një histori që ai nuk e kishte ndarë me shumë njerëz. Ajo që e trondit më shumë Handanin është fakti se, edhe pse kishte qenë bashkëshortja e Kenanit për shumë vite, ajo nuk kishte qenë në dieni të kësaj pjese të rëndësishme të historisë së tij. Për herë të parë, Handan kupton se Kenan kishte një të kaluar të fshehtë, të mbushur me dhimbje dhe kujtime që ai kishte mbajtur larg të gjithëve. Ndërsa në këtë skenë, Fadime merr një lajm të papritur që e trondit. Banu ka raportuar tek menaxheri se ajo kishte kaluar natën në klub pa marrë leje dhe për këtë arsye ajo rrezikon të humbas vendin e punës. Situata bëhet edhe më e rëndë kur vendimi merret dhe Fadi pushohet nga puna. E mërzitur dhe zhgënjur, Fadi përshëndetet me të gjithë punëtorët e klubit. Me saj dhe kolegëve ka momente të ndjera, pasi askush nuk e kishte pritur që ajo të largohej në këtë mënyrë. Fadi detyrohet të largohet, duke mos e ditur ende se çfarë do të ndodhë më pas. Por gjithçka ndryshon me kthimin e Kenanit në klub. Ai zbulon se Fadime është pushuar nga puna nga menaxheri, pasi është mësuar se ajo kishte kaluar natën në klub pa leje. Kenan menjëherë kërkon të di se kush e ka raportuar Fadimen dhe kush ka dhënë informacionin që çoi në pushimin e saj. Askush nuk pranon të flasë, të gjithë heshtjen dhe shmangin përgjigjen. Kenan e kupton se dikush po fshet të vërtetën, por këtë herë nuk këmbgul më tej. Ai thotë se do ta zbulojë vetë personin që ka raportuar Fadin. Por Kenan nuk ndalet vetëm te zbulimi i së vërtetës. Ai merr një vendim të prerë dhe kërkon që Fadi të kthehet menjëherë në klub. Për të, pushimi i saj nga puna nuk mund të mbetet në fuqi pa u sqaruar më parë se çfarë ka ndodhur në të vërtetë. Ndërkohë, shoferi i Kenanit niset për të marrë Fadin. Ajo nuk e di ende se Kenan ka vendosur ta rikthejë në punë dhe se është gati të përballet me personin që e largoi nga puna. Pas kthimit të saj në klub, Fadi i tregon shoqes së saj se nuk ka ndërmend të qëndrojë me duar kryq përballë Banus. Pas gjithë asaj që ka ndodhur, ajo është e vendosur të mos lejojë që Banu ta trajtojë si të dojë dhe të ndikojë përsëri në jetën e saj. Shoqja e Fadit i qëndron pranë dhe e mbështet në këtë përballje, duke i dhënë kuraj që të mos të riqet. Ndërkohë, Banu është e zemëruar nga rikthimi i Fadit në klub. Ajo përballet drejt për drejt me të dhe e paralajmëron se Fadi do të pendohet që është kthyer përsëri. Mes tyre krijohet një tension i madh dhe duke qartë se konflikti i tyre sapo ka filluar.
Kenan nga ana tjetër, përpiqet t'i jap Fadit mbështetje dhe siguri. Ai thotë se çfarëdo që të ndodh me të në klub, ajo duhet ta raportojë menjëherë tek ai. Kenan nuk dëshiron që Fadi të përballet e vetme me problemet dhe i bën të qartë se duhet jetë aty për ta ndihmuar. Por pjesa më emocionale e kësaj historie vjen kur Kenan dhe Handan ndodhen së bashku përpara varrimit të një gruaje që ka ndruar jetë. Për Handanin, kjo grua ishte i vetmi person që i kishte mbetur në jetë dhe humbja e saj e ka lënë tërësisht të vetmuar. Pranë saj, Handani përballet me dhimbjen e madhe të humbjes dhe me kujtimet që tashmë i kanë mbetur vetëm në zemër. Kenan e kupton gjendjen e saj dhe nuk e la vetëm në këtë moment të vështirë. Ai ofron mbështetjen e tij dhe qëndron pranë Handanit, duke u përpjekur t'i jap forcë në një nga momentet më të dhimbshme të jetës së saj. Nga ana tjetër, Fikret dhe Xhansu bashkojnë forcat dhe nisin një plan të rrezikshëm kundër Kenanit, të vendosur për ta shkatruar atë. Ata nuk duan thjesht të përballen me të, por kërkojnë ta godasin pikërisht aty ku ai është më i dobët. Xhansu merr përsipër të zbulojë pikat e dobta të Kenanit. Ajo është e bindur se, sado i fortë dhe i pathyeshëm të duket nga jashtë, edhe Kenan ka frikë, plagë dhe njerëz që i ka për zemër. Pikërisht këto do të përdoren kundër tij. Fikret dhe Xhansu besojnë se mënyra më e mirë për ta mposhtur Kenanin është ta detyrojnë të përjetojë dhimbjen e humbjes. Ata duan që Kenan të kuptojë se çfarë do të thotë të humbasësh diçka ose dikë që e ka më të shtrenjtë. Por ata nuk e dinë se Kenan ka kaluar shumë dhimbje në jetën e tij dhe se kaluara e tij është e mbushur me plagë që nuk janë shëruar kurrë. Për këtë arsye, përpjekja për ta goditur në pikat e tij më të ndjeshme mund të hapë sekrete të vjetra dhe të ndryshojë gjithçka. Ndërsa Fikret dhe Xhansu hedhin hapat e para të planit të tyre, Kenan ende nuk di asgjë për rrezikun që po i afrohet. Pyetja është nëse ata do të arrijnë të gjejnë dobësinë e tij apo nëse Kenani do të kuptojë planin e tyre para se të jetë tepër vonë. Kjo histori na tregon se, ndonjëherë, pas fytyrës së një njeriu të fortë, fshihet një fëmijë që ka qenë i vetëm. Kenan e ka njohur dhimbjen që në moshën 10 vjeçare është rritur pa nën, pa baba dhe pa askënd që t'i qëndronte pranë. Por pikërisht ajo fëmijëri e dhimbshme e ka bërë njeriun që është sot. Ndërkohë Fadime përballet me plagët e saj. Babai e mohon, Banu përpiqet ta largojë nga klubi dhe armiqtë e Kenanit po përgatitin një plan për ta shkatëruar. Por Kenani nuk është një njeri që të riqet lehtë. Ai ndihmon një fëmijë të sëmurë, qëndron pranë Handanit në momentin e saj më të vështirë dhe në heshtje përpiqet të mbrojë edhe Fatin. Por askush nuk e di se pas gjithë kësaj fshihet një e kaluar e dhimbshme. Dhe tani Fikret dhe Xhansu janë të vendosur të zbulojnë pikën e tij më të dobët. Ata duan t'i tregojnë Kenanit se çfarë do të thotë të humbasësh, por a e din ata vërtet se me kë po përballen? Sepse ndonjëherë, kur përpiqesh të shkatrosh një njeri, mund të zgjosh brenda tij forcën që e kishte mbajtur gjallë gjithë jetën.